Sot në mëngjes, në bazë të provave që kemi siguruar deri më tani, në koordinim dhe bashkëpunim edhe me Policinë e Kosovës, Drejtorinë kundër krimit të organizuar dhe krimeve të rënda, kemi arrestuar një të dyshuar i cili në bazë të provave ka qenë involvuar në sulmin ndaj pjesëtarëve të KFOR-it dhe Policisë Kosovës i ndodhur me datë 29/05/2023 e që në veprimet e tij ndërthur 4 vepra penale. Ato janë bashkimi për veprimtari kundër kushtetuese, rrezikimi personave në mbrojtje ndërkombëtare, sulmi ndaj personave zyrtar, si dhe pjesëmarrje në turm dhe huliganizëm që kryejnë vepra penale. Sot në mëngjes, po ashtu në koordinim edhe me policinë është kryer edhe bastisja në shtëpinë të dyshuarit dhe në kuadër të provave që janë siguruar në këtë bastisje janë prova materiale me të cilat vërtetohet edhe më tej dyshimi i bazuar se i njëjti ka kryer veprat penale për cilat ne veç kemi filluar hetimet penale sot ndaj tij. Gjatë bastisjes kemi gjetur veshmbathjet të cilat i pandehuri veç i ka poseduar në kohën kur ka kryer veprat penale, e në kuadër të provave tjera kemi edhe pajisjet elektronike, telefon dhe pajisjet tjera të cilat do të ekzaminohen nga Agencioni i Forenzikës, e po ashtu dua të potencoj se veprimtaria e tij kundërligjore është dokumentuar edhe me prova materiale siç janë video incizime dhe fotografitë në të cilat vetë i pandehuri shihet duke kryer veprat penale për të cilat ne konsiderojmë që i njëjti ka qenë involvuar në këtë rast penal. Në kuadër të këtij rasti penal është një numër i madh i të dyshuarve, ku siç e potencuat edhe ju me një numër të konsiderueshëm rreth persona, veç tashmë kemi aktgjykime dënuese me të cilët kemi arritur edhe marrëveshje për pranim fajësie, marrëveshje të arritura në bazë të provave që kemi siguruar gjatë zhvillimit të hetimeve. Ndaj këtyre kemi aktgjykime me dënime me burgim efektiv dhe dënime me gjobë, e po ashtu në kuadër këtij rasti kemi edhe të dyshuar tjerë të cilët janë në fazën e hetimeve dhe sigurimeve të provave tjera konkrete. Meqense se rasti është ende nën hetim, ekziston një numër i të dyshuarve të cilët veç kanë flet arrest ndërkombëtar e të cilët janë në ndjekje të vazhdueshme, e po ashtu është edhe një numër tjetër që nuk mund në këtë fazë të ju njoftoj se sa është prej tyre, por me këtë dua të ju konfirmoj që Prokuria Speciale e Republikës Kosovës është e përkushtuar me profesionalizëm të ndërmarrë të gjitha veprimet ndaj të gjithëve pa dallim nacionaliteti, gjinie, të cilët veçmas e cenojnë rendin juridik kushtetues të Republikës Kosovës. Ne kemi siguruar prova të mjaftueshme me të cilat kemi vërtetuar dyshimin e bazuar mirë se i pandehuri në fjalë ka kryer veprat penale për cilat veç u ju njoftova, dhe meqense për zhvilluar një procedurë normale në këtë fazë procedurës, ne konsiderojmë që janë plotësuar kushtet ligjore për paraqitjen e kërkesës për caktimin e masës së paraburgimit në gjykatë dhe këtë kërkesë do të paraqesim brenda afatit të caktuar kohor.